Mediat italiane i kanë kushtuar një artikull atletikës shqiptare, kushtet e vështira të stërvitjes dhe mbështetjen e paktë që ky sport ka nga autoritetet shqiptare. Në qendër të shkrimit është atletja Luiza Gega, e cila me shkatrimin e stadiumit Qemal Stafa e ka të pamundur të stërvitet e të përgatitet për lojrat olimpike që do të zhvillohen në Gush në Brazil. Në këtë mënyrë, ajo ka zgjedhur të stërvitet në natyrë. Stadiumi i Tiranës është shkatëruar pak ditë përpara se atletja shqiptare Luiza Gega të stërvitet për Olimpiadën. 27 vjeçaria e specializuar në garën e 3000 metrave, e cila përfaqëson Shqipërinë, tashmë është e detyruar të stërvitet në natyrë, shkruajnë mediat italiane. Shqipëria nuk ka fituar asnjëherë një medalje në atletik, i konsideruar një sport inferior, as pak me interes kombëtar siç është futbolli. Askush nuk e financon apo e mbështet. Por Luiza Gega ëndoron të kualifikohet në finalet e lojrave olimpike të Rios që pritet të zhvillohen në Gush në Brazil. 27 vjeçaria stërvitet në rrugë, në park, por i mungon pista e specializuar. Këtë prill, shkruajnë të përditshmet, u vendos të prishet stadiumi i cili ndodhet në Tiranë. Në vend të tij do ndërtohet një tjetër stadium gjigant me 22.000 vende. Dhe sipas qeverisë shqiptare do të jetë një nga më të bukurit në Europë, por duket se atletes nuk i intereson një fakt i tillë. Ajo do thjesht një vend ku të stërvitet. Kur mësova nga mediat se donin të prishnin stadiumin, nuk besova se do të bëj përpara Olimpiadës. Prej vitesh jam stërvitur këtu, por tani si do t'ja bëj? Jam e vetmja shqiptare që arrita të kualifikohem. Kjo është pjesëmarrja ime e parë në lojrat olimpike. Mezi pres të shkoj, por duhet të punoj, shprehet atletja. Por problemi, citohet në shkrim, qëndron edhe pas Olimpiadës. Kam jetuar në Tiranë për 7 vite, por tani pas stadium duhet të ndryshoj qytet. Aktualisht në Shqipëri janë vetëm 2 stadiume me pistë vrapimi, shton atletja. E përditshmja e mbyll shkrimin duke thënë se problem mbeten grantet shqiptare. Madje edhe një shumë e vogël do të mjaftonte që të paktën të fitohet një medalje.